Doktoresh, ka vite që kontriboni në këtë mision të shejt, e thash edhe më herët, sepse puna që bëni është shumë e shejt, edhe është për të duar të rukitur çdo sekond të jetës suaj që e jepni për këta pacient. Ka raste kur ju lidheni aq shpirtërisht dhe trauma është aq e vazhdueshme tek disa raste ma specifike që ju vinë në emergjencë? Ka raste të shumta dhe mund të them se çdo ndrim. Ka raste që janë ma prekse, ma të ndihshme, ka shumë. Ai specifikon ndonjë? Po, mund të them ndrimin e fundit, i patëm 3 trauma mrena dite. Domethënë 2-3 kanë marrë zjarri, kanë trauma shumë të rënda. Që u desh mi stabilizu, po shumë të rënda kanë dhe në fund hynë në sallën e intervenimit. Pastaj ke djegja shumë e rëndë, komplet, ke me trup, me fytyrë, me krejt, me djegje shkallës e rëndë. Këto mujti ceki që kanë tash tani, domethënë po kujdesari në fundit. Domethënë çdo ditë dhe përballem, nuk ka ditë që s'përballem me 2-3 trauma, domethënë, përpos rasteve që janë më të lehta të tjera. Po. Fatkeqësisht ka raste që nuk mbijetojnë, edhe ose derisa të vinë, ose kur të vinë ato, ana përshkruan pak sepse jashtë mantelit bardh ju të gjithë jeni njerëz. Vërtet. Edhe ai emocioni është i pamenaxhueshëm. E kuptojmë normal, çdo pacient është llogaritë si familjar. Mirë, po ne duhet pak të largojmë emocionet për mi ofru pacientit ndihmën. Kështu që na tentojmë i dhon ndihmën maksimum. Mirë, po është shumë e ndihshme kur t'ja referojmë familjarit tani që pacienti nuk po mbijeton, për secilin është e ndihshme, me them të drejtën. Ju dilni ja tregoni familjarit? Po, duhet patjetër mi tregu. Edhe është e ndihshme, është shumë e ndihshme se thjesht vje keq edhe e din që për atë familjari, po duhet patjetër për m'ia dhon lajmin. A ki në rast që e kujton që me të vërtet e ke pas shumë të vështirë me e dhon këtë lajm? Natyrisht pa emra. Po, jo normal. Po, rastet shumëta, sidomos aksidentet, kur janë të ri, të drejtën edhe janë të papritën, rastet të papritën edhe për familjarëve. Edhe pacienti vjen, po nuk mbijeton, domethënë nuk mundem na me nxjerr, nuk arrin as në sallë, as po domethënë në emergjencë ai eksiton vdes, ato janë raste shumë të rënda, komplot aso. Po, komplot. Nuk ka diçka që e kujton që e kishe nda me shikues ton? Shumë, muj me tonë që janë shumë ashtu, hodin shumë se që sa vite. Si ja thoni, doktoresh? Po, e vërtet është. Jo, është sepse shpesh nuk hyn kucet e kërkujt, edhe ju e keni shumë vështirë, unë ka po të ndëgjaj edhe po emocionona. Vërtet, duhet me mja fillu njerë si rasti ka qenë shumë ranë, sigurisht e keni ditë edhe derisa o sjellë që ka qenë shumë ranë. U përpaqem, së s'mundesh me njëherë mja thonë fjallin e fundit, u përpaqem, e bëm të pa mundren, po problem që nuk mbjetoj, nuk unë zjerë. Edhe të një prapë thojnë, prapë ju thonë nuk nëzirë, po nuk mundën më pajtu me ata. Po nuk o, di që, po di ne dojnë fjallën kështu, ta më një thonë, po ta më në ashtu, edhe të në drejtën është pak ashtu, është pak e ndishme. E ndishme është për sidomos kur keni pacient fëmijë të ri. Edhe fëmijë, edhe të ri, të papritur, se prapë të në shtatë moshat e vjetra e presin të do smundje që janë, prapë përgaditen, mirë, po të këto janë shumë fatale, edhe po janë shumë të ndishme edhe për neve. Edhe është e vërtet që edhe ndrimi është vështirë me u përballu si orari punës kur përballesh me raste kaq të rënda. Me siguri tani jeni të gatshëm edhe për raste tjera, po patjetër. Po, për raste tjera po edhe për familjarët që të cilët mund të kollabojnë. Po, ashtu ndodh, po normal, se mvaret si e përjetojnë, po kollabojnë, ato janë shpeshta rastet. Duhet t'japim tani terapi, të qetësojmë, të stabilizojmë. Normal, po është normale, jemi të mësuar ato.